Shërbimi i urgjencës në ÇKMF Gjakov vazhdon të funksionojë pa ndërprerje 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, pavarësisht festave dhe ditëve të pushimit. Shefja urgjencës, doktoresha Lumturie Kamberi, bën të ditur se dhe gjatë fundjavës së festës së Fitër Bajramit, ekipet mjekësore kanë qenë në gatishmëri të plotë për të ofruar shërbime për të gjithë qytetarët. Si pasojë, gjatë kësaj periudhe zhvretur një fluks i zakonshëm i pacientëve, ndërsa stafi ka menaxhuar me përkushtim të gjitha rastet që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Urgjenca punon 24 orë 7, do të thotë nuk ndryshon orare dhe festa dhe punë rregull, do të thonë urgjenca ka gjithmonë orarin e njëjtë. Ekipet janë të njëjta që funksionojnë. Një ekip funksionon në periudhë 7 deri orën 19 dhe 19-7 ekipa tjetër. Dhe janë 4 mjekë. 2 një ndrym edhe 2 ndihmë tjetër. Sa i përket numrit të shtuar të pacientave, do të thotë urgjenca ka qëndruar mirë, nuk kemi pas ndonjë rast që ja vlen të ceket, por ka qenë një fluks normal dhe këto ditë janë konë të qeta, sa i përket numrit të pacientave. Si zakonisht 70-80, për shkak se mjekësia familjare e kryen orarin në ora 8, edhe urgjenca merr edhe punën e mjekësisë familjare. Do të thotë është pak e ngarkuar urgjenca, po nuk e kanë problem se janë mësuar dhe ja dalin. Po ashtu, doktoresha Kamberi ka folur edhe për rëndësinë e vetëdijësimit të qytetarëve, sidomos atyre që vuajnë nga sëmundjet kronike si hipertensioni e sëmundje tjera. Zakonisht na çdo natë kemi pacienta me të sëmur kronik, andaj besoj që edhe këshillat tona që na japim çdo herë, edhe popullata si duket janë vetëdijsuar, kështu që edhe kjo ka ndikuar që mos kemi fluks të shtuar të pacientave. Të sëmurët kronik me tension, me diabet, edhe ata e dinë që duhet të ruhen edhe festave, edhe pse nga pak që secili e teprojnë, po zakonisht e monitorojnë. Në fund, nga urgjenca e ÇKMF-s në Gjakov apelohet që qytetarët të tregojnë kujdes të shtuar për shëndetin e tyre.